Mirëmbrëma doktor, mirëmbrëma Besi dhe Fationi, mirëmbrëma gjithë miq e kolegë të Forumit Rinor Partisë Demokratike. Unë jam Shoqëri Mertollarik, drejtuesi FRPD Durrës. Doktor, unë qëndroj shumë asaj çfarë tha Glauku, që problemet tona të mëdha nuk duhet diskutohen me kamera dhe live. Më duket sikur e kisha këtë mendim edhe më përpara dhe dua të them që në një periudhë, në një moment ku jetojmë në një Big Brother si ato të George Orwell të 1984 të drejtuar nga qeveria Rama me një makineri shumë të madhe propagande, që nuk arrin dot të shikojnë vjedhjet galopante të qeverisë dhe arrin të shohin një qime të vogël ke Partia Demokratike dhe arrin edhe bëjnë sigurisht një traj i madh. Në këto kushte do të jemi shumë diskret edhe tu kam një kritik shumë të madhe edhe për drejtuesit e tjerë të Partisë Demokratike, për leadershipin e Partisë Demokratike, që mbledhje shumë të rëndësishme të Partisë Demokratike, përpara se sa të dalin dhe të marrin vesh strukturat e tyre, dalin me mesazhe në mediat kombëtare të vendit, edhe këto nuk janë as pak të shëndetshme për një forcë politike, që të cilat problemet dhe shqetësimet ato që i ka i zgjidh brenda dyerve të tyre, dhe jo atë çka ka shtëpia e tregon fëmia, sepse këto lloj politikanësh nuk janë fëmijë, po janë njerëz që kanë përgjegjësi mbi supe dhe përfaqësojnë demokratët, përfaqësojnë ne të rinjve, përfaqësojnë ata që ju kanë marrë votën dhe duhet të jenë shumë diskret. Dhe kjo është një kritik që besoj që ju e keni diskutuar, por po ja bëjmë ne të rinj ndoshta për t'i thënë që ne i shikojmë çdo gjë dhe nuk është në favorin e Partisë Demokratike dhe në të asaj pune që ne bëjmë në përditshmëri. E dyta, doktor, mendoj që këto foltoret që i bëni ju nuk janë vetëm të mjaftueshme kaq. Në këtë makineri të madhe propagande që jemi duke përballur dhe luftuar për ditë, duhet që çdo drejtues i Partisë Demokratike, çdo deputet i Partisë Demokratike të dalë në zonat dhe të takojë, të flasë me qytetarët, të diskutojë, të shohë çfarë problematike ka dhe këto ti publikojë, ti bëj publike që ti shikojmë. Dhe nuk mjaftojnë, nuk mundemi dot në gjithë këto mediat dhe gjithë këtë presion të madh propagandës ta luftojmë me kaq sa po bëjmë. Duhet bëjmë gjithë pak më tepër. Këtu po them duke filluar nga vetja ime si drejtuesi i Forumit Rinor të Partisë Demokratike të Durrësit, por meqense është Besi, Fationi, ju personalisht po dhe ata që na ndjekin nëpërmjet mediave që janë drejtues dhe kanë marrë përsipër një detyrë dhe një përgjegjësi. Nuk do të zgjatem shumë, ndoshta do të diskutojmë më shumë tek ai takimi tjetër që do jetë pa kamera. Faleminderit doktor.